Tjetër aksident i rënd në rrugën nacionale Lushnje Berat në dalje të Fiersheganit. Një automjet tip Benz ka goditur nga pas një motociklet në të cilën udhëtonte një turist në drejtim të Beratit. Nga përplasja e fortë, shtetasi i huaj, drejtuesi i motocikletës, ka marrë dëmtime të shumta dhe ka përfunduar me urgjencë në spitalin e Lushnjës, ku e ka transportuar ambulanca dhe është nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Policia e qarkullimit ka shkuar në vendngjarje për nisjen e veprimeve për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti, ku sipas të dhënave të para, drejtuesi i motocikletës ka humbur kontrollin dhe është goditur nga pas nga automjeti tip Benz. Gjithsesi, do të jetë ekspertiza shkencore që do të përcaktojë shkaqet e aksidentit ku mbeti i plagosur një turist 35 vjeçar. Aksi rrugor Lushnje Berat për shkak të trafikut të rënduar dhe karrexhatës me vetëm një kosto për ka lëvizje bën të shkaktohen aksidente të shumta deri dhe me fatalitet.